mendojeni pak, çdo minutë ditës zemra rreth 70 herë, pa pushim. Ajo pompon jetë në çdo cep të trupit ton. Po kur ky motor jashtëzakonshëm fillon të shfaq probleme, pikërisht për këtë do të flasim sot, për sëmundjet e zemrës dhe më e rëndësishmja, si ta mbrojmë këtë organ kaq jetik. Ja, vetëm ky numër kaq mjafton për të treguar një histori që duhet ta dimë të gjithë. Numri 1. Dhe nuk po flasim për ndonjë garë, për fatkeq. Jo, po flasim për shkakun numër 1 të vdekjeve në të gjithë botën. Pra, le ta themi qartë, sëmundjet e zemrës janë kërcënimi më i madh për shëndetin global. E po, duke qenë se kemi të bëjmë me kërcënimin numër 1, arma jonë më e fortë është informacioni, pa diskutim. Prandaj le t'i hyjmë thellë kësaj teme. Të shohim saktësisht se çfarë janë këto sëmundje, si t'i kapim shenjat e para dhe natyrisht çfarë mund të bëjmë realisht për t'u mbrojtur. Gjëja e parë që duhet kuptuar është kjo. Kur themi sëmundje zemre, nuk po flasim për një gjë të vetme. Imagjinojeni si një term, ombrell, që mbulon plot probleme të ndryshme me zemrën dhe enët e gjakut. Disa njerëz lindin me këto probleme, pra janë konxhenitale, por shumica i fitojnë gjë tjetës për arsye nga më të ndryshmet. Këtu gjërat bën pak të ndërlikuara. Pjesa më e rrezikshme e sëmundjeve të zemrës shpesh janë vetë simptomat. Pse? Sepse shenjat e para mund të jenë kaq të lehta, kaq të fshehta, saqë është super e lehtë ngatrosh me diçka tjetër, ose thjesht injorosh fare. Dhe harrojeni atë që shihni nëpër filma, atë dhimbjen dramatike në gjoks dhe rënien për tokë. Jo gjithmonë ndodh kështu. Në fakt, rrallë ndodh kështu. Realiteti është që simptomat ndryshojnë jashtëzakonisht shumë nga njëri person tek tjetri. Mund të shfaqen në mënyra që s'të shkojnë kurrë mendja, prandaj është kaq e rëndësishme ta dëgjosh trupin. E dëgjoni këtë sepse është vërtet e fuqishme. Ndonjëherë, sinjali më i qartë nuk është fare fizik. Shumë njerëz që kanë kaluar një atak kardiak përshkruajnë pikërisht këtë, një ndjenjë shkatrimi të pashmangshëm. Është si një val e papritur, e thellë ankthi, një siguri e brendshme se diçka shumë e keqe po ndodh. Kjo është një simptom psikologjike, por po aq reale dhe e rëndësishme sa çdo shtrëngim në gjoks. Sigurisht, përveç kësaj ndjesie, ka edhe shenja fizike më klasike. Shtrëngimi në krahëror është ajo që të gjithë e njohim, por keni kujdes, trupi mund të flasë edhe me gjuhë të tjera. Për shembull, një lodhje e tejskajshme pas një arsye, një koll që nuk të ndahet, marramendje apo edhe mpirje duarve të këmbëve. E rëndësishme është të kuptojmë se këto nuk janë thjesht bezdite vogla, mund të jenë sinjale SOS nga zemra. Një tjetër keq kuptim i madh. Dhimbja e zemrës nuk qëndron vetëm në gjoks, as pak. Ajo është si një udhëtare e keqe, mund të përhapet, mund ta ndesh në krah, sidomos të majtin, por edhe në shpatulla, në shpinë, në qaf, madje deri tek nofulla ose barku. Pse ndodh kjo? Sepse rrjeti ynë nervor është i ndërlikuar dhe ndonjëherë truri i ngatron sinjalet e dhimbjes. Okej, tani që i kemi më të qarta simptomat, le të shohim pak më thellë. Siç e tham, sëmundja e zemrës është një term ombrell. Pra, le ta hapim të ombrell dhe të shohim se çfarë fshihet poshtë saj. Ka disa lloje kryesore dhe secila ka historinë dhe shkaqet e veta. E para në listë, aritmia. Për ta kuptuar thjesht, mendoni zemrën si një orkestër ku dirigjenti është sistemi i saj elektrik. Ky sistem i jep ritmin e duhur. Kur kemi aritmi, ky dirigjent elektrik ka probleme. Dhe çfarë ndodh? Orkestra del jashtë kontrollit. Zemra fillon të rra ose shumë shpejt, ose shumë ngadalë, ose në mënyrë totalisht të çrregullt. Dhe sigurisht, kjo e pengon të pompojë gjak siç duhet. Tjetra është ateroskleroza, ose siç njihet ndryshe, bllokimi i arterieve. Këtu analogjia më e mirë është me tubat hidraulik të shtëpisë. Me kalimin e kohës, papastërtitë, yndyrnat, kolesteroli, të gjitha këto fillojnë ngjiten në muret e brendshme të arterieve. Këto tuba bëhen më të ngushtë dhe më të fortë. Rezultati? Zemra si duhet të punojë shumë më fort për të shtyr gjakun, dhe rreziku më i madh është që një copë nga këto depozitime të shkëputet dhe të bllokojë komplet tubin. Dhe e treta, kardiomiopatia. Kjo është një sëmundje që godet drejt për drejt muskulin e zemrës, pra vetë motorin. Përsëri, imagjinojeni si një pompë. Kardiomiopatia e bën këtë muskul ose shumë të dobët, si një llastik i lëshuar, ose përkundrazi shumë të trashë dhe të ngurtë, si një mur betoni. Sido që të jetë, rezultati final është i njëjtë. Pompa nuk punon siç duhet, dhe aftësia e zemrës për të dërguar gjak në të gjithë trupin bie ndjeshëm. Mirë, pyetja që lind natyrshme është: kush rrezikon më shumë? Cilat janë ato gjëra që e rrisin mundësinë për të pasur probleme me zemrën? Sepse, le ta themi qartë, të njohësh rrezikun është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për t'u mbrojtur. Kur flasim për faktorët e rrezikut, mund t'i ndajmë në dy grupe.
Grupi i parë janë ato gjëra që si kemi dot në dorë, mosha, fakti që meshkujt janë pak më të rrezikuar, apo historia familjare, pra gjenetika. Por, dhe ky është një por shumë i madh, lajmi i mirë është te grupi i dytë. Duhani, tensioni i lartë, kolesteroli, diabeti, obeziteti, stresi, të gjitha këto lidhen me stilin e jetesës. Dhe pikërisht këtu kemi fuqinë për të bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Dhe ja ku arrim te pjesa më e bukur dhe më shpresdhënëse, parandalimi. Sepse edhe pse sëmundjet e zemrës janë armiku numër 1, ato janë gjithashtu një nga armisht më të parandalueshëm që ekzistojnë. Mos e nënvlerësoni kurrë fuqinë e zgjedhjeve të vogla të përditshme. Ato bëjnë një ndryshim kolosal. Pra, cilët janë këta hapa? Po janë shumë konkret dhe absolutisht të arritshëm. Numër 1, dhe kjo nuk negociohet. Lënia e duhanit. Më pas është koha të bëhemi proaktiv, të kontrollojmë rregullisht tensionin, kolesterolin dhe sheqerin në gjak. Shto këtu mbajtje në një peshe normale dhe pak lëvizje çdo ditë. Dhe ja ku i ke. Këto nuk janë thjesht këshilla, janë themelet e një zemre të shëndetshme. Por nuk mbaron me kaq, ka edhe 2 gjëra të tjera që shpesh i harrojmë. E para, menaxhimi i stresit. Kjo nuk është luks, është nevojë jetike. Stresi i vazhdueshëm është helm për zemrën. Dhe e dyka, diçka fare e thjesht, higjiena. Pse? Sepse një higjenë e mirë na mbron nga infeksionet, të cilat mund të shkaktojnë inflamacion në trup dhe të rëndojnë punën e zemrës. Fundja, gjithçka është e lidhur. Një trup i shëndetshëm do të thotë një zemër e shëndetshme. Dhe me këtë arrim në fund, me një pyetje për të gjithë. Askush nuk pret ndryshime rrënjësore nga sot nesër. Sekreti qëndron te hapat e vegjël, të vazhdueshëm. Pra, pyetja është, cili është ai hap i vogël, fare i vogël, që mund të bëhet sot për një zemër më të shëndetshme nesër? Ndoshta një shëtitje e shkurtër? Ndoshta një moll në vend të një ëmbëlsire? Gjetja e përgjigjes është fillimi i gjithçkaje.